parodie. Unë duhet ndalem tek fakti që përveç pasaportës europiane, një mjet me cilin duket se pushteti do të kërkojë të ndikojë perceptimet janë dhe sondazhe, të cilet Lesevita nuk i beson, ndoshta me të drejtë, sepse në rastin e Trumpit gabuan totalisht. Por ka një përpjekje për të krijuar idenë që diferencat janë po një lloj si ato me ndryshime të vogla, pra me një afrim të Partisë Demokratike, por po të njëjtat. Tani ky perceptim mund të ecë dot ende në 2025 se gjithsesi fushata është shumë e hapur. Rrjetet sociale duken, qarkullojnë, ndjehet perceptimi edhe në rrugë kur dalin në terren kandidatët. Ti si e shikon këtë përpjekje të Edi Ramës për të ndikuar, sido që të jetë me sondazhet, por edhe nëpërmjet lobimeve ndërkombëtare deri në Washington? Po, është shumë e vërtet. Tani, dihet lajmi i fundit që kanë marrë një nga pollsterat më të mirë që bën sondazhet, që ka bashkëpunuar me presidentin Trump, është i tillë. Bile në prezantimin e tij, presidenti Trump e evidenton sondazherin së bashku me njeriu që punon për zotin Lacivita. Domethënë pjesa gjysma tjetër e të mrekullueshme të sondazhe është sigurisht është prezent në Shqipëri. Po, sepse zoti Lacivita po dhe sondazhistit. Ju keni drejt për arsye se Rama gjatë gjithë kësaj kohe e ka si mënyrë për të parë dhe për të testuar opinionin publik. Vepron me sondazhe çdo muaj. Ka ekipin e tij të izraelit e gjitha. Tani, këto me drejt zoti Civita thotë që nuk i besoi atyre sondazheve mediatik. Pse? Për arsye sepse këto mirën në kuadrin e krijimit jo vetëm të një atmosfere besimi që numrat që japin dhe komunikojnë këto shoqëri sondazhiere që mirën ose bashkëpunojnë me televizionet saktuara, është brenda në kuadrin për të qenë të besueshëm. Jo për në Shqipëri, se ne e dimë se si kush është realiteti, ne këtu e diskutuam edhe në këtë studio të nderuar se kush janë problematikat e Shqipërisë, por për të bërë të mundur që mesazhi i tyre të justifikohet në Perëndim, në Washington. Pra, për të krijuar një lloj perceptimi që pranohet kjo fitore, apo ky rezultat, apo ky disavantazh, pranohet edhe në Perëndim. Po, aq më tepër Sonila që ky është shumë i trembur. Ardhja e Lacivitas, deklarata e tij, që duhet themi ishte vërtet, unë jam plotësisht dakord me ty, shumë i thjeshtë, shumë direkt, po me shumë mençuri, duke dhënë mesazhe tepër të mençura. Dha vetëm një mesazh, dua t'i them opinionin publik, që tha, shiko, unë nuk vete thjesht për të marrë, për të angazhuar në një marrëveshje me një klientin tim. Unë nuk dal kundër politikave të bosit tim, që kanë bashkëpunuar të paktën për 3 vjet me Donald Trump në mënyrë të ngushtë. Dhe të administratës amerikane. Tani ka një linjë sepse janë dy gjëra. Së pari është linja që Shqipëria është eksperimentuar. Soros, Rama e gjitha çfarë kanë bërë me atë të ashtu quajtur lawfare, domethënë bërja armatosja e drejtësisë kundër kundërshtarëve politik, duket që ka qenë një kampion se si ka reaguar Shqipëria, se si ka reaguar opinioni publik, çfarë është bërë ndaj udhëheqësit të opozitës shqiptare, deri ku duron opinioni publik dhe ku mund të jetë revolta e tij. E njëjta gjë është projektuar dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj, për amerikanët, çështja e mbrojtjes së vlerave dhe demokracisë në Shqipëri është një çështje kardinale për këtë administratë. Bile Lacivita tha dhe të fundit për ta thënë që administrata e kaluar ka qenë një administratë e korruptuar. Gjë që na bind që gjithë skenarët, të cilat ne kemi diskutuar edhe së bashku me të gjithë që ka patur një influencë të jashtme, një porosi. Ai për non gratën e zotit Berisha që sipas tij ka ardhur nga një akt korruptiv. Ishte i qartë. Dhe tani Rama ka shumë frikë. Ka shumë frikë për arsye sepse edhe i fitoi zgjedhjet. Ai nuk ka realitetin shqiptar. Populli është i zëmëruar. Domethënë, ky është një diktator në ngritje, i cili ka gjithë popullin kundër. Ky mund t'i vjedhi, mund t'i masakrojë, mund të bëj çdo planifikim, po ky nuk i legjitimon dot institucionet. Këtu do qëndroj pak. Ai kërkon tani që të krijojë në mënyrë artificiale të përkrajë perceptime, që unë mora sondazherin e Trumpit, më nxori të njëjtin rezultat. Unë nuk kam vjedhur, nuk kam bërë presion te administrata, nuk kam parë
hapjen e zarfeve ose influencën time në një proces që mund të kontrollojë. Ju nuk keni parë ato që keni parë, siç preferon vetë zoti Rama dhe thotë, po ja, Eris, ti je kandidate në listë hapur. Dhe ne erdhëm pikërisht në pikën, pavarësisht përpjekjeve që mund të tentojë që të bëj pushteti aktual pas 12 vitesh. Ti si e ndjen fushatën tënde? Ti vjen